Veshja që ajo zgjodhi është shprehja më e lartë e feminitetit dhe hjeshisë së saj. Siç është raportuar tashmë, mbretëresha Rania e Jordanisë mbërriti në Venecia për dasmën e shekullit dhe menjëherë tërhoqi vëmendjen me stilin e saj të rafinuar. Kësaj here, ajo i ka dhënë vetes maksimumin dhe i ka treguar botës një krijim që rrezaton elegancë të pastër, të pasuruar në detaje, ngjyrash të harmonizuara, me finesë, e njohur për shijen e saj të pagabueshme dhe për mënyrën se si ndjek trendet e modës, pa humbur elegancën mbretërore. Mbretëresha Rania zgjodhi për dasmën e Jeff Bezos dhe Lauren Sanchez një fustan të gjatë me ngjyrë të kaltër turkiz që përfaqësonte butësisht siluetën e saj. Si qihet edhe nga këto pamje, fustani është zbukuruar me motive lulësh në ngjyrë roz, ndërsa loja nuancave përgjatë të gjithë materialet e bën atë fustan zgjidhen ideale për evente verore në ambiente luksoze. Përveç fustanit, ajo shtoi edhe një shall të lehtë saten, i cili vuaj në pas supeve të saj elegancën delikate. Pamjen e plotë e përfundoi me flokët e stiluar në onde të buta, aksesor minimal, por të zgjedhur me kujdes, dhe një makjazh të mpret që theksonte tiparet e saj aristokrate. Një detaj interesant është se mbretëresha Rania është shpesh e pranishme në listat e revistave botërore si një nga gratë më elegante dhe më me ndikim në botë, duke përdorur modën si një mënyrë për të përçuar mesazhe të forta për forcën dhe identitetin e gruas moderne arabe. Padyshim, ajo edhe këtë herë i përmbushi dhe i tejkaloi të gjitha pritshmëritë e kritikëve të modës.